Këto ishin kryesorët. Kalojmë tek diskutimi tjetër. Kush e dëshiron fjalën? Zotëria atjet. Vetëm prezantoni, ju lutem, dhe qëndrojeni temës. Mirëmbrëma. Përshëndetje doktor. Përshëndetje. Jam Gjon Karashi, lindur në Mirdit, Banel Lezhë. Jam demokrat i lindur, ndash nga dajt, ndash nga trashëgimia familjare. Tash unë kam 2 pyetje për ty. Pyetja parë është që ke mbajt shumë servila rreth veti. Ke mbajt shumë servila apo? Po, ti heke shafet, ata si di unë pyetjet e mia, ju dini për vete. E dyta është ke 30 deputet që i ke prunë listi. 20 kanë fitu vetë si të veta me votat tona. Ata 30 do të njerën ka 1000 vetë për kësh dhe t'i pinë Tiranë të arëzojnë me Tiranën për 10 orë, jo për 10 ditë as për 10 muaj. 200 vetë jam lehon që ku ke Agronin, Zhinin, 200 vetë ja u pion. Dhe mos mu largu për i Tirane pa erëzu ata. Jo me thanë nejtëm 2 orë, 1 orë, 10 orë, po me nejtë aty deri sa të arëzojmë se nuk ka trimaj. Absolutisht jo. Aja njeriu ma frikacak si kam njohë të i herë unë mjetën teme. Kam edhe një kërkes tjetër për Lezhën. Ne jemi pa kryetar partije. Kemi një kryetar të komandume, as ligjon së kuan për veti, as në drejton ne. Zhini e ullë kokën në të për mos ta ullje të kërejnë kokën, sepse i kam dhanë gjitha të votat dhe kam punu 9 ditë për ta. Pra ne, doktor, e po urdhën Agronit, Zhinit, ku janë ata 2 tjerë si shok, Kastriotin e Hotin. Dhejnë të meren me njerëzit se jemi nujt tash 20 ditë. Mo të kenë frejk pirinin, as atë dipranin, atë ullësin. Dhejnë atje të meren me ne, se i hekim shafet na. Ka shkisha doktorët për shnes, mjeket jetë Partia Demokratike, e me ty në kry do të votoj. Për shtë Saljana, e Basha, e Rompalla, më në bje ma aty, ishmi i parëse. Gjon, të falënëroj shumë, por unë këte sjarim do të bëj. Tani, si që dini ju, se kjo s'është sekret, në një kohë kur unë isha krejtësisht jashtë funksioneve drejtuese të partisë, por bëja opozit bëja unë, se opozit do thot të mbroj interesin publik. Unë në politik s'mund ta konceptoj dhe të mos mbroj interesin publik. U mor një mas kundra meje. U mor një mas me të cilën Edi Rama mendoj se me George Sorosin se në këtë mënyrë doja mbyllim gojën. Por në fakt ata gabuan. Gabuan thjesht pse? Unë jam njeri që dikur kam marrë një vendim. Ai vendim ka qenë të dalë kundër regjimit atëhershëm. As nuk isha i persekutuar, as nuk isha i privilegjuar, jo i persekutuar, po unë isha i privilegjuar. Unë udhtoja jashtë shteti, kisha marruar shkollat, kisha titull profesor, por atë vendim e kisha marrë për dinjitetin tim. Sepse unë tjetër mendoja, tjetër fisja me informierët, me mjekët, me të smurt. Pra kishte një lloj dupliciteti. Plus që nuk mund pajtohesha kur si mjek, ju jeni dëshmitar, me atë gjendje të tmerrshme të ushqimit të popullatës. Vija unë këtu kam bërë punë fizike në Kurbnesh. Shkoja në përfshatra,
dhe shija mënyrën e ushqimit. Shkoja në Peshkopi, gjeja pelagër. Shkoja në Tropoj, të njëjtën gjë. Unë i dijate se çfarë ishte ajo. Pra, një kompleks faktorësh më kishin detyruar ta themi, të marrë një vendim. Dhe ai vendim s'kishte bënte me asgjë tjetër vetëm me dinjitetin tim. Të bëja atë që s'kisha bë. Sepse unë dallim nga baba im, ai ishte njeri me 4 klasë shkollë, por ai të paktën nuk fliste, nuk bënte atë që ndryshe mendonte, ndryshe fliste. Jo, ai fliste atë që mendonte ose heshte. Kurse ne flisnim të kundërt asaj që mendonim. Në punë, po flas kështu. Ndaj dhe unë vendosa t'i dal kundër. Edhe ai është vendimi më i rëndësishëm i jetës time. Kështu që kur merrni vendimi për sankcion, në qoftë se për atë parin mu deshën vite për ta marrë, për këtë dytin unë e kisha të gatshëm. Ata më lënduan dinjitetin tim, edhe unë do reagoja. Por kur e pash që donin të kontrollonin Partinë Demokratike, atë s'mund ta pranoja kur dhe u riktheva. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Tani, Zef, mund t'i qush si të dush, por të gjithat, Gjon, fal, por të gjitha ata që u bashkuan me mua, në fillim apo më vonë, e vërteta është që nuk fituan ndonjë privilegj pse u bashkuan me mua. Jo, sepse u bë përpjekje shumë e madhe që ata të mos bashkoheshin me mua. Them të vërtetën ti këtu. Tani, nuk ka të bëj, edhe ta sqaroj një gjë. Kur unë dorëzova pushtetin, nuk ishte ky sistem zgjedhor. Sistemi zgjedhor ishte rajonal. Dhe unë e quaj shumë të drejtë atë. Pse e quaj të drejtë atë? Sepse nuk pranoja që nga fushkruja gjerë në Vërmosh, socialistët nuk kishin asnjë deputet në parlament, në një kohë kur ata ishin, kudo 1% e caktuar. Dhe nga Elbasani e poshtë, demokratët nuk kishin asnjë deputet në kohë kur ata ishin. Ishte një përfaqësim për çarës. Dhe kjo me rajone u dha mundësi të përfaqësohen. Edi Rama në vitin 2019 dhe veçanërisht në vitin 2021 e shkatroi sistemin. Tani, them t'ju këtu. Ne kishim vetëm një alternativë, të mos futeshim në zgjedhje. Por, po të mos futeshim në zgjedhje, do t'i binim kokës me grushta vetë. Do i binim vetës sonë. Do të dëmtonim shumë vetën tonë. U futëm në zgjedhje, mbrojtëm votën, një lloj si 2001-shin, tani ne jemi së bashku në zgjedhje me të nuk shkojmë, qeveri teknike, zgjedhje të tjera, kjo është betejë vendimtare e jonë. Këtë sistem nuk e pranojmë. Jo, ai do përpiqet ai, nuk e pranojmë. Se s'pranojmë as Edi Ramën ma. Ja, nuk e pranojmë. Shikoni çfarë bën. Është kap duke vjedh 50 milion euro në tunelin e Llogaras. Vepra, ta dini këtu miq, tuneli Llogaras është vepra më e palevërdishme mbi tokë. A e dini ju sa shkon ai tunel? 63.000 euro për një banor. E kërkoni ku isha unë, po as që mund t'imagjinoje ta ndërtoja unë atë. Sa e shkurton? 13 minuta. Se nxjerr veten kur? Një gjobë rënd mbi të gjithë shqiptarët. Ide Spirokolex edhe e bauleve me ryshfet si Açuan dhe e nërmori. E nërmori kishte mundësi ta ndërtonte me 120 milion,
ja dha kompanisë turke me 190 milion, duke marrë 50 milion. Bashkë me Belinda Ballukun. Bashkë me te. Tani kërkon ta bllokoj me gjykatë. Le ta bllokoj, por do ta zhbllokojmë ne atë. Ne do ta zhbllokojmë atë. Miq, ne jemi reparti politik i kombit shqiptar që mbrojmë këto vlera dhe ne nuk mposhtemi kur nga këto. I kemi kaluar problemet tona, tani kemi probleme atë. Kalojmë të diskutimi. Po. Zotëria atje. Okej.